më fisniku, më i ndershmi, më i miri tek Allah është më i devotshëm. Arabët po janë popull që të parët patën mundësinë ta nderojnë vetën me këtë fe, të bëjnë bartës e kësaj feje, dhe kishte nga ta normal shokët e pejgamberit të parët që bartën këtë fe me supët e tyre dhe i ndihmuan pejgamberin që ishin nga arabët. Por kishte edhe nga jo arab. Salman el-Farisiu, si kurse kemi përmend, Salmani ishte nga persianët. Ka ardhur tek pejgamberi për shkak se ka lexuar se ka më dhënë pejgamber. E udhimi i tij gjatë i mundimshëm e ka sjellë në Medinë. Dhe pejgamberi mori në një situatë shumë të vështirë, shumë kritike për Medinën, mori mendimin e Salmanit si me organizu mbrojtjen kundër Kurajshve dhe aleatëve të tyre në betejën e Hendekut, betejën e Ahzabit. Dhe Islami jep hapësirë të gjithëve. Nuk e kanë arabët hapësirën e rezervuar në Islam. Me thonë, kjo është hapësirë për arabët. Këtu kur kursunin, s'ka kështu. Në dije kanë hyrë tjerët, apo në adhurim ka pas shumë më devotshëm se shumë nga arabët. Edhe sot ka që ashtu. Mund të jetë njëri nga vendi unë më i devotshëm se qindra ndoshta mira arabë që nuk kanë ndoshta në nivel të duhur të praktikës islame. Në kjo çështje s'ka të bëjë me përkatësi etnike. Kjo çështje është realisht kthim i njeriu tek Zoti i tij. Që të kalon dimensionet e kohës, e vendit, e ngjyrës, e gjuhës e kështu me radhë. Nga Allah çka tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të kemi dërguar ty mëshirë për gjitha botat. Për gjitha llojet e njerëzve, për gjitha kategoritë e njerëzve, për gjitha gjuhët e njerëzve, mëshirë. Nuk jeti mëshirë vetëm për arabët, ti je mëshirë edhe për të tjerët. Andaj kush përfiton nga kjo mëshirë, realisht ai është i privilegjuar. E kush nuk përfiton është i periuar, madje edhe nëse nga familja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Agja i tij Ebu Lehebi mallkohet në Kur'an, se ishte i arrogant, ishte i lig. Në fe ka më fisniku, më i ndershmi, më i miri tek Allah është më i devotshëm. Njerëz matën me dije dhe devotshmëri dhe përkushtim e adhurim tek Allahu azza wajel, nuk matë me çështje tjera që mund të jenë pastaj të fituara në mënyra ndryshme, të pandershme, pa djerse kështu me radhë.